emër Edmund Lashaj, jam në cilësinë e kryetarit të Lëvizjes Shqipëriare. Por të direkt në temën e po diskutojmë ditë për ditë, javë për javë, me grupet ndryshme shoqërore për platformën politike të Lëvizjes Shqipëriare. Platforma politike është e ndarë në 7 pika. Cila është pika e parë? Pika e parë është fuqizimi i shtetit dhe i kombit shqiptar kundër korrupsionit. Ne kemi hedhur disa ide që i kemi marrë edhe prej tavolinave të rrumbullakëve që kemi organizuar me grupet ndryshme që kanë interes luftën kundër korrupsionit. Kemi pas një seri tavolinë të rrumbullakëve me 5 takime ndryshme në 5 javë, në çdo javë një takim. Kemi bashkëpunuar me organizata të ndryshme, po edhe me grupet e interesit që janë përfshirë te sistemi i drejtësisë, sigurisht janë avokat, gjykatësit, Unioni i gjykatësve, hetuesve, prokurorëve kështu me radhë. Çka ka dalë aty si nevoja apo si domosdoshmëri? Ka dalë si domosdoshmëri ngritja e një agjencie supervizimi kombëtare, agjencie supervizimi për administratën publike. Sot për sot nuk kemi një agjenci supervizimi e cila bën të mundur matjen e rezultateve të çdo punojësit të administratës publike. Matjen e rezultateve në funksion të shpërblimit për raste kur ka rezultate edhe kur ka arritje të deadline-eve të synimeve të caktuara kështu me radhë, të afateve të synimeve, po edhe në shkime kur kemi mangësia apo mungesa në plotësimin e afateve apo në plotësimin e synimeve të vendosura, objektive të vendosura, apo në devijimin e këtyre veprimtarive të segmenteve ndryshme të administratës publike apo të individëve të ndryshëm. Sot për sot ekziston kjo institucioni i auditit brendshëm, po është vetëm për sistemin financiar, më shumë për shpenzimet. Është kontrolli i lartë i shtetit, është i fokusuar te shpenzimet, te financat. Po shpenzime shumë të mëdha ose veprimtari shumë e madhe është edhe koha te punojësit e administratës publike. Te çdo punojës, edhe në aktivitetet private, po edhe të administratës publike. Edhe koha është lek, është financë, është flori. Se kostuhet koha është flori. Si e shpenzojnë kohën këto njerëz? A kanë arritur ata të plotësojnë një afat caktuar, apo në administratën publike me afate të caktuara, me synime të caktuara? A janë smart ata njerëz? Kemi një ide tjetër, ngritja e institucionit të referendumit, që është referendumi semestral. Su diskutuar tani për referendumin edhe gjithë trembën e referendumit edhe pastaj filluan si duket të dyja palët jo trembën e referendumit, se mos u dilte diçka pa kontrolluar, edhe gjithë ajo konsensusi më shumë ndërtu për frikës së referendumit, më duket mua, se sa për një nevojë për të plotësuar një prej 12 pikave për integrimin evropian. Çfarë bën të mundur referendumi semestral? Referendumi semestral nuk bën të mundur rrëzimin e qeverisë lokale çdo 3 muaj. Nuk është e thënë ajo, domethënë. Po ai që është timonieri i bashkisë aty, janies apo i bashkisë apo i komunës, kryetari i bashkisë, ai fillon e kupton se sa mirë apo sa keq ka vepruar për këto 3 muaj. Sa dobi qytetarëve ka qenë një iniciativë e caktuar apo gjithë aktiviteti i administratës që varet prej tij, apo që drejtohet apo udhëhiqet prej tij, edhe sa ka qenë dobi dhe sa ka qenë jo dobi. Në mënyrë që 3 muajshin tjetër të ketë mundësi me korrigju. Është një sistem korrigjimi. Kemi një ide tjetër në vende të tjera, sidomos në Gjermani për shkak është ky rast, kur mbi çdo shkelje vendoset edhe një penalizim financiar, jo vetëm me burg, po edhe financiar. Sepse njerëzit më shumë i prekin apo janë më të njëshëm ndaj penalizimit financiar, ndaj ndëshkimit financiare, se sa ndoshta ndaj ndëshkimit me burg. Ndëshkimi financiar kush është gjob. Këtu ke edhe rastin e arritjes kriminalitetit në mënyrë të frikshme kohët e fundit. Po njerëzit nuk kanë problem, udhtojnë ose ecin me pistolet në brez apo me thika në brez apo me armë në brez, në moment që ata dinë se kanë edhe për të paguar një job financiare, jo vetëm për të hyrë në burg. Se si duket shqiptarët më shumë frikan atë jobën se sa burgun vet. Le të vendoset edhe kjo pjesa e jobës, domethënë, sepse në vende të tjera ekziston. Po shkosh të bësh një shkelje, qoftë edhe penale në Kosovë, se Kosova ka një sistem tjetër ligjor në krahasim me neve, duhet të paguash paraprakisht X euro job, pastaj të fillojë edhe procedimi edhe në gjykatë. Po duhet të paguajmë paraprakisht. Pra nëse ke bërë një shkelje me makinë, ke thyer rregullin e shpejtësisë, paguajmë 300 euro job, pastaj e hedh çështjen në gjykatë dhe nëse ti fiton, të rikthehet. Mund të rikthehet edhe dëm shpërblimi. Nëse ti nuk fiton, ti do paguash 300 euro në plus, çka ke për të paguar. Mirë, po njerëzit i shtrëngon kjo punë e ndëshkimit financiar.
Kemi një ide tjetër që duket sikur prek privacy, po është e domosdoshme. Në Angli është goxha e zbatueshme kjo, është vendosja e kamerave në çdo institucion të mundshëm publik. Kamerat që janë me video dhe me audio. Shumë në Londër i ke edhe në për rrugë. Tani kanë filluar edhe projektin në për rrugë, vendoset këtu në Tiranë, po në çdo zyrë. Një ide tjetër është vendosja e gjitha institucioneve në një zonë caktuar administrative, por në një zonë përqendruar administrative. Se këtu kemi rastin kur bashkinë e kemi në një vend, drejtorinë e gjelbërimit e kemi në një vend tjetër, drejtorinë e pastrimit në një vend tjetër, drejtorinë e tatim taksave të bashkisë e kemi në një vend tjetër, drejtorinë e policisë bashkiake kemi në një vend tjetër, kështu me radhë gjithë institucionet janë shpërndarë. Ose për shembull pallatin e drejtësisë. Në Shqipëri s'ke kërkuar pallat drejtësie. Në gjitha vendet përrimore ke një pallat drejtësie ku është e përqendruar me gjithçka. Është gjykata, është prokuroria, janë dhoma avokatëve, është vendi hetuesve, është vendi ekspertëve, kështu me radhë, po një pallat, një vend ku është e përqendruar me gjithçka dhe nuk ka minimalisht nuk ka humbje të aspektit të energjisë poza. Ngrohje, ftoje ambienteve minimalisht ka kursim. Por nëse i llogaritni vetëm policë privat vendosur në çdo hyrje institucioni, eliminohen kulm çështja e sigurisë prapë, po ashtu. Çështja e efektivitetit, eficiencës dhe efikasitetit të punojësve, sepse janë më të kontrolluar dhe ka më tepër kërkesë llogarie, ka më tepër llogaridhënie, po edhe më tepër kërkesë llogarie, kur janë përqendruar në një vend. Ju që jeni përfaqësues të medias, ne kemi një ide e cila është pak si provokative për luftën kundër korrupsionit lidhur me mediat. Se po flasim për luftën kundër korrupsionit, po s'po kemi investime në këtë luftë kundër korrupsionit. Kemi mediat, të cilët janë një pushtet që nëse një qeveri do ketë vullnetin e duhur, do i kthente në partner ose në aleat në këtë luftë kundër korrupsionit. Nëse nuk do kishte vullnetin e duhur, atëherë këto media do jepnin kontributin e vet, po fundi nuk do krijojë sinergji, po do krijoshin divergjenca krejt koda, të cilat do hunin energji në gjithë këtë luftë. Edhe do shpërqendrohej fokusit, domethënë. Shënjestra do ishte kështu shumë e hapur, nuk do kishte një shënjestër caktuar. Atëherë për të krijuar sinergji, qeveria, çfarë do qeveria që të jetë, duhet të investojë tek këto media, edhe të jetë partner te emisionet investigative. Sepse ato emisione janë ato minjera ku nxjerrin pastaj faktet edhe provat për të bërë mundën dënimin e atyre që janë korruptuar. Pa ban qeveria tash, unë nuk e di se bën. Po duhet caktojë një shifër caktuar, 50 milionë euro vetëm për këtë punë. Le të investojë te 50 media caktuara, po nuk janë vetëm media. Janë edhe forume civile, organizata ndryshme, apo lloj-lloj shoqatash, të cilat do të ishin partnerë nëse do kishin edhe një farë mbështetje financiare. Kemi një ide që është shumë themelore, më dhe tjera do i lexojnë për mbarvajtjen ekonomike të vendit dhe për rritjen e punësimit. Kjo duket e ngjashme me idenë e taksës shesht, është shumë e ngjashme edhe me idenë e taksës përshkallëzuar, por nuk është asnjëra as tjetra. Ne kemi fut konceptin e qeras tatimore. Çfarë do të thonë qera tatimore? Ky vend këtu është pronë dikujt tjetër dhe ne jemi me qera këtu. Sa dush, ju keni eksperiencat të shtëpive që mund të keni me qera, apo të dyqane me qera, apo të lloj-lloj aktiviteteve, toka, biznese kështu me radhë. Pronari në këtë rast është shteti, i cili ka si pronë vetën drejtën e ushtrimit të një aktiviteti privat në territorin e Republikës së Shqipërisë. Kushdo që do të ushtrojë aktivitet në territorin e Republikës së Shqipërisë është ai qeramarrësi. Pse kemi menduar ne këtë lloj marrëdhënie mes shtetit edhe sipërmarrësve? Por të eliminuar gjithë korrupsionin që ekziston te inspektorët e tatimeve. Ka korrupsion masiv. Dhe për faktin se ka korrupsion masiv, dënohet një pjesë apo ndëshkohet një pjesë, bile detyrohen të falimentojnë një pjesë e sipërmarrësve, kurse një pjesë e sipërmarrësve të tjerë nuk paguajnë as pak ose paguajnë shumë pak. Qerata timore, e cila përshkallëzohet në 7 kategori apo në 10 kategori, varet prej xhiros vjetor. Pra një biznes i cili ka një xhiro për 10.000 eurosh në vit, hyn në kategorinë e parë. Edhe mund të paguajë X, 5% apo 10% varet. Bëhet për një shifër fikse. Në mënyrë që gjithë ato që bëjnë 10.000 euro xhiro në vit, duhet ta dinë se ata kanë për të paguar vetëm 500 euro në vit taksa.
jo më tepër. Ky pensioner është paguhet gjysma 50% kryet vitit para pagim, gjysma tjetër shpërndahet me këste mujore gjatë gjithë vitit. Është shumë e rëndësishme për ta kuptuar ju këtë, sepse nëpërmjet këtij lloji sistemi do rriteshin shumë edhe të ardhurat në buxhet, po para nuk fare si përmarrje, sepse të ardhurat në buxhet do kishin shifra fikse edhe të sakta, edhe një sistem të saktë të ardhurash muaj për muaj, por ashtu edhe për sipërmarrjet nuk do ishte e rënuar me ky lloj sistemi.